Me 3 fjalë, si mund ta përshkruaj marrëdhënien tuaj? Do ta përsëris, e shëndetshme, marrëdhënie crazy. Po jemi kështu, jemi shumë spontan, të dy si natyra. Edhe çfarë shohim njerëzit është shumë pak nga ajo që në të vërtet është dhe zhvillohet. Dhe e treta, shumë e sinqert, si marrëdhënia, do thoya, shumë e sinqert. Edhe kaq tani, se unë syrin e kam këtu tani. Se mbas edhe njerëzit menduan që ky s'do e pyesi fare për ishët. Për këmo? Ishët e banorëve. Ishët e banorëve. Për Big Brother, për thash ishët është. Jo, pra jo. Pra ti më shumë se kam diskutuar kur. Jo, ish banorët e Big Brother. Ish miq, se nuk e di tani se si vazhdojnë pyetjet. Ja, do të them një gjë, përpara se fillosh të më pyetje, unë nuk kam ish miq. Do të thënë mua kush është bërë mik një herë, kam mbetur për gjithmonë, edhe nuk kam patur në jetë probleme me marrëdhëniet shoqërore apo jo. Do të thënë nëse janë prezente në jetën time, kanë qenë mik nga dita 1 dhe janë akoma. Ja të shohim se si do i përgjigjesh këtyre pyetjeve. Do jesh aq e guximshme saç po thua, saç po tregohesh. Po dëgjoj tani 120 ditë kam treguar se s'kam shumë problem tregoj të vërtetën. Mund të jesh kursem se se ku i di. Do të njëri ndihet keq, kupton? Jo se unë nuk kam problem për të thënë vërtetën. Ja, për shembull me Brikenën, kur Greta ka qenë ftuar tek Top Arena, mos gaboj. Me Brikenën ke patur një fërkim të vogël, të paktën kështu është komentuar nga njerëzit. Nuk përmende emra, por flisje për njerëzit narcisist, për mosmirënjos, për njerëzit që manipulojnë. Të preku diçka realisht që ndjeve nevojën të reagoje? Dëgjoj, unë nuk e kam problem ta them, tekstori që unë kam shpërndar, unë mund përmendja emra lirisht. Domethënë nuk është se mua më stopon diçka nga mendimi im. Për sa kohë është mendimi im? Unë e them, ndoshta estetike ashtu kur e bën që njerëzit të mendojnë. Nuk do gënjej, do ta them që mua më ka vezirur shumë fakti që për sa kohë ka zgjatur Top Arena, jam përfolur pa fund, domethënë nuk ka, nëse ne hapim një intervistë të çdo mbrëmje, nuk ka asnjë mundësi nëse unë nuk do isha e përmendur. Domethënë në çdo mbrëmje, një nga pyetjet ka qenë patjetër ose për mua, ose për Gimbon. Domethënë në një farë mënyrë kam qenë gjithmonë e prekur. Çfarë nuk më ka ardhur mirë është që dhe ky është problem që unë e kam hasur në shumë njerëz, është okay kur ti e vetë vlerëson veten tënde. Kupton? Por që njeriu mendoj që duhet të jetë pak humble, duhet të qëndrojë me këmbë tokë. Pra, nëse ti dikush, që besoj këtë e din gjithë, më ka thënë që Selin, bota nuk rrotullohet rreth teje. Dhe unë kam thënë, bota ime rrotullohet rreth meje. Bota juaj nuk është me detyrim të rrotullohet rreth meje. Dhe unë nuk të detyroj dot ty tani të flasësh ti, të më komplimentosh, të më japësh afirmime që unë jam e mirë, vlej, jam e bukur. Sepse jo detyrimisht ti që e përballë me më pëlqen, kupton? Dhe çfarë nuk më ka ardhur mirë dhe nuk ka pëlqyer fare, ishte një pyetje pa lidhje totale që më vjen keq që edhe Greta nuk i dha përgjigjen që duhej, e cila ishte në Big Brother ke folur për mua, po tani a flisni ju për mua? Në Big Brother është një garë që detyrimisht i detyruar me njerëzit që ti bashkëton apo që je në atë garë të flasësh. Pra, se po ma thua sikur jam unë Brikena. Jo, po them në mënyrë që të thotë nga publiku. Le ta themi kështu, e zëm se Brikena është këtu. Po nuk e kam problem, domethënë nuk e kam përkundrazi. Nëse Brikena mua unë isha e ftuar në emision. Nëse mua do më kishte bërë ato pyetje, unë do ja kisha dhënë përgjigjet. Po thjesht nuk e di pse Brikena zgjodhi, uroj domethënë ti jam pyetje tek Brikena, se mund të jenë edhe pyetje ndonjë gazetari që unë nuk di, po për sa kohë ajo ka qenë moderim, besoj se mund të ndodhi e kundërta, ti ke të realizuar pyetjet vet. Në moment që ti pyet dikë për mua dhe mua më ke patur aty dhe nuk më pyete, tregon që ka një problem. Tani ose ti nuk je e gatshme që të dëgjosh përgjigjen time, sepse ne në popull themi rrim shtrembët dhe flasim drejt, ç'është e vërteta, nuk ka vend në jetën time sa unë për të folur tani nëpër tavolina apo mbi të gjitha me familjen time apo me shoqërinë time të ngushtë për një person që unë kam patur marrëdhënie për aq sa ka zgjatur, por tani nuk është se frekuentohemi. Unë kam gëzo respekt për vajzën që është, por ama mendoj që mund ta kishte shfrytzuar më mirë moderimin. Domethënë nëse ti aspiron ti jesh në televizion, edhe në rolin e moderatores, mendoj që minimale që duhet bësh është të studiosh. Studiosh figura që kanë vite që
janë në moderim, të studiosh gjuhën e televizionit, të studiosh ajo gjëja që ti po realizon dhe po krijon, çfarë, domethënë, roli i gazetarit është që përgjigjet bëhet lajm, domethënë përgjigjet të përcjellin diçka. Dhe ka qenë një kështu, unë i përcjell gjitha emisionet, i përcjell për çfarë unë dua të bëj në të ardhmen, i përcjell sepse më pëlqen të kritikoj me veten time në mënyrë jo profesionale, se nuk po them që jam profesionalisht e saktë, se u emocionuam tani, por që ka pëlqyer shumë gjëra dhe ishte një mendim im i përgjithshëm. Pra, nuk është se kam parë vetëm tek Brikena. Atë u frymëzova. Po, domethënë kam parë në shumë njerëz që janë në role kryesore në televizion dhe e sillin nëse do ishte diçka për showbiz, për mod, për Miss, do isha shumë dakord, sepse është një njeri që është kompetent për të folur për sfilatat, për modelingun, por nëse po flasim për futboll dhe ti e kthen në çështje personale, domethënë a flet ti më për mua nuk më bëjnë edhe m'japin dhe bezdisja, domethënë bezdistem. Dhe kështu ka qenë një koment i momentit.